Nepërbishti është një nga fshatrat me traditë dhe histori të pasur në komunën e Suarikës. Me njerëz punëtor, tokë pjellore dhe një komunitet të bashkuar, ky fshat vazhdon ta ruaj identitetin e tij, ndërsa përballet me sfidat dhe synimet për zhvillim. Në këtë reportazh do të mësoj më shumë për jetën e përditshme të Nepërbishtit, investimet e realizuara, nevojat e banorëve dhe planet për të ardhmen. Për këtë tema do të flasim me një nga përfaqësuesit e fshatit, Vibran Kryeziu. Përshëndetje djem, mirë se keni ardhur në fshatin Nepërbisht, në fshatin ton, për të bërë këtë reportazh ose intervistë që i karakterizon ose karakteristikat që e karakterizojnë këtë lokalitet. Mirë se keni ardhur. Nepërbisht është sikur të gjithë fshatat e komunës së Suarikës, e karakterizon që merren me aktivitete bujqësore, mirë po fshati ka 520 banor tash me statistikat e reja, për shkak të migrimit ka ndikuar migrimi edhe në fshatin ton, do të thonë numri i banorëve ka rënë. Këtu banorët merren me aktivitete kryesisht bujqësore, janë disa familje që merren me prodhim shumë të lartë. Po kryesisht investimet kanë qenë nga komuna e Suarikës. Kemi bërë asfaltimin e disa rrugëve, kemi hapur rrugë fushore për t'ia ndihmuar bujqëve kyçe nëpër parcela aty ku punojnë. Komuna ka bërë edhe ndriçimin publik, ka bërë një kanalizim vitin e kaluar që ka qenë i domosdoshëm për atë pjesën andej nga ajo lagje sepse nuk kanë pasur kanalizim fare. E ka bërë edhe ndriçimi publik nëse nuk e harrova me sek më parë. Ka bërë edhe rregullimin e lagjeve me kupzat, domethënë kryesisht kanë qenë investimet nga komuna. Po kryesisht sfidat janë të lloj-llojshme, kryesisht përballen me këto sfidat prodhimet bujqësore që i prodhojnë, nuk kanë një pikë mbulluese ashtu ta themi ku i dorëzojnë dhe ku kanë tregun e sigurt. Dhe ose me thënë ku i përcaktohet çmimi rrin stabil. Gjithmonë flasim për shërbimet nga komuna, është shumë i kënaqur. Pothuajse të gjitha rrugët e fshatit nëpër lagje, thuajse 90% janë të përfunduara. Po unë mendoj sikur çdo pjesë tjetër, degë tjetër e ekonomisë, edhe bujqësia është një sektor shumë i rëndësishëm, sepse këtu disa banor ose të thuash ndryshe disa familje i kanë burim kryesor të ardha 100% vetëm prej bujqësisë. Ka interesim nga të rinjët që të vazhdojnë aktivitetet dhe të punojnë këtu në këtë fshat, sepse në fshatin ton janë 2 lulishe të mëdha që merren me kultivimin në sasi të madhe të luleve dhe që i bëjnë shitjen nëpër tërë Kosovën. Po kërkesat kryesore të banorëve të fshatit Nepërbisht janë të lloj-llojshme, por vlen të cekët kur kemi për shembull dëmtime nga fatkeqësitë natyrore që dëmtojnë prodhimet bujqësore, ata aty kërkojnë që të mbështeten nga institucionet e larta, sikur që janë Ministria e Bujqësisë, institucionet qendrore, qeveria. Projekte që pritet të realizohen, po ka, këtë na ka premtuar edhe kryetari Bali Marrej me një ndërtimin e aneksit shkollor. Po dallimi nuk është edhe aq i madh sepse jeta bëhet sikur në të gjithë fshatet e komunës së Suarikës edhe në Nepërbisht. Traditat si organizimi i dasmave apo kulteve fetare është i njëjtë sikur në gjithë Kosovën. Po diasporën PSQI dua ta përshëndes shumë sepse diaspora e Nepërbishtit i përgjigjet kërkesat e Nepërbishtit gjithherë. Sa herë që ka nevojë fshati për grumbullimin e ndonjë fondi për të kryer ndonjë aktivitet në fshat, diaspora e Nepërbishtit gjithmonë përgjigjet pa hezitim.